nga intervistat më të bukura që ti ke dhënë kohët e fundit ka qenë ajo për veten tuaj, për familjen tuaj, tek podcasti i Orinda Hutës, Mam. Një projekt shumë i mirë, dinjitoz, edhe që ka një qëllim shumë të bukur në llojin e vet, në llojin e veçantë. Ishte shumë emocionuese intervista e të dyve. E para një njerëzit do s'do e besojnë, po unë nuk dija. Por mua më pëlqen ai podcast që bën Orinda. Shumë faleminderit. Tani po të faleminderit në emër të Orindës, po tani unë e kam thënë disa herë se këto fjalimet e mia për Orindën janë bërë kështu legjenda, po kaq do thënë, ta dini njerëzit me sa seriozitet e bën, po shumë seriozitet Orinda. Ata është e sëmur në thonjza për seriositetin që duhet ketë në atë podcast, sepse thotë mbaj përgjegjësi. Është një formë e bukur të bërit media, dhe në fakt unë ja u sugjeroj shumë njerëzve. Mos prodhoni gjërat përgjithshme. Specifikoni, kjo është e ardhmja e krijimit. Njerëzit të identifikojnë ty me diçka. Domethënë kjo ideja që flasim. Kjo është këshilla që ke dhënë Orindës, pra si ka qenë ideja për të veçuar, për të shkëputur nga televizioni, për të prodhuar diçka të vetën dhe për të justifikuar nga ana financiare. Orinda e ka bërë të dyja paralel, një pas meje, edhe unë insistoja që Orinda mos ta linte televizionin, sepse në klan ishte mirë, kishte marrëdhënie shumë të mira, domethënë i thash mos u lidh me mua, unë jam tjetër gjë, tjetër. Ajo thoshte nuk është çështje energjie, edhe goca, domethënë edhe përpjekje të mëdha, lodhje, stres, por e la televizionin, nuk do të kthehet më në televizion, ndoshta edhe sporadike, nuk është ndikuar nga unë, madje as nuk e flasim fare si çështje. Ajo podcasti i Orindës është 100% Orinda, në kuptimin nga A-ja te Z-ja, domethënë është unë maksimumin e një konsulencë të vogël, po kaq. Ne po shohim disa foto tuaj, çdo mos foto nga dasmës, ishte një foto ku ti ishe përlotur aq shumë, e kemi veçuar ndoshta do qarkulloj, të dy shumë të bukur, rezatoni shumë mirësi. Është, le themi, për shkak të lumturisë tuaj, ky rezatim në çdo foto që përcjell, në çdo mesazh që përcjellni, në videot që shpërndani me atarën. Nuk, shiko, domethënë, e para njerë syri i kamerës është një sy i gënjeshtërt. Ka dhe një element që kamera aq sa është gënjeshtare, aq edhe e nxjerr të vërtetën e njerëzve. Nuk po them që ne jemi njerëz me, domethënë, që na shkëlqen jeta. Absolutisht, si çdo njeri tjetër, kemi vështirësitë tona, kemi momentet tona gri, kemi momentet tona që zihemi, kemi momente ku nuk shpesh mendojmë që jemi prindër të këqinj, përsa i përket atarës, shpesh unë mendoj që jam bashkëshort i keq, mendoj që dhe Orinda ka momente ku dyshon për nënën që është apo gruan që është. E shiko, e rëndësishme është, i kthehemi tek ajo fillimi, çdo gjë kalon, mjafton të kesh dashuri, domethënë për çdo gjë që bën, edhe në familje, se edhe familja një lloj produksioni është në thonjza. Je producent në familje, regjisor apo jo, shiko tani. Aktor. I kemi atëre unë mendoj që e shumë e bukur kjo. Në familje unë jam skenarist. Jam skenarist, jam producent, po, ama për regjisor nuk jam 100% i sigurt. Do me thënë, po e ndajmë serial, shumicën e serive i cakton planet Orinda, sepse unë jam llafazan, po Orinda ka shumë vepra. Do me thënë, kështu që, po unë jam shumë i lumtur me Orinda në këtë sens, kështu që nuk kam probleme, nuk kemi frustrime, jemi shumë të vërtet në të thënurit që kjo është territori jot, kjo është territori im, dhe nuk kemi kështu. Për këtë pjesë nuk konfliktohemi, domethënë. Më shumë mundësime për budalliqe se sa për gjëra serioze. Serioze, që mbajnë pastaj ato. Që lëm pasoja për më tej. Prishin ekuilibra, po. Si baba i atarës, më trego pak ditën tënde. Çfarë të ka ndryshuar përpara se të bëhesh baba dhe tani që je baba? Të gjithë që janë prindër e din këtë që është klishe derisa ta provosh, dhe është vërtet derisa ta provosh nuk është ashtu. Me kalimin e kohës, mbas 2 vjeçve, deri në 2 vjeç të them të drejtën nuk jam ndier fare komod në raport me,
qa po bëja mirë, qa s'po bëja. Mbas 2 vjeçve kur fillova të komunikoja mirë me ataren, në kuptimin e kuptoj gjithçka. Ndani më quaj të trash, më quaj nuk e di, por nuk e si thosh nuk e ka këtë dilemë çdo baba i ri. Nuk i jepi ato të shumë drejtim. Bëja kështu, të keqen babi kështu, po nuk ndjeja. Më nuk shija atë që Orinda e zbërthente komunikimin. Për ta njohur fëmijën. Domethënë tani mendoj që e njoh fëmijën tim në majtë të gishtave, kemi rutinat tona, jam shumë i ashpër te teknologjia, por realisht shumë i ashpër. Unë kam vënë një... Si ja ke arritur qëllimit, se është një luftë, një betejë... Nuk e diskutoj fare, ajo thot, absolutisht ka momente për televizorin maksimumi, po merë bën hile të tipit, o babi duhet vetëm të bëj foto, merë telefonin e mami tim, për shumë se ma të kalon ko, konflikti pa parë, po aty do fitoj unë. Por tani kam, pires sa e kam marë, e erdhi, një box e blem online, që futet telefoni, sepse duhet japim shembull, se unë mendoj që janë prindër të... Modelet e heshtura të prindërve ne jemi problemi, se ne nuk rrim dot pa telefon vetë, le qa themi fëmija. Dhe tani ajo po gëzon, sepse unë kam një muaj që s'po e gjeja dot dhe gjeta online, një kuti ku futet telefoni me kod. Dhe po mendoja, asgjë në botë nuk do prishet, nuk do shëmbet, nëse unë një orë para se të fleja ajo, ti jap shembull që telefonin nuk e përdor. Dhe ajo gëzon se e mori dije, do të ja fus tu dhe do na bllokoj telefonat. E bëri kjo kutia gjithë. Kjo jo që ja heq akoma më shumë dëshirën. Okej, ajo thot ka shoqet. Maksimumi do shofi ndonjë kukull dhe ndonjë gjë, por kaq. Ajo me sa se kohës cilësore dhe kohës sasiore. Dhe po të thoja, unë jam shumë i ashpër aty, unë që në moment që ka lindur Atara i kam thënë dhe e kam mbajtur fjalën deri tani që në shtëpinë unë nuk do bërtas në asnjë lloj rrethane. Nuk konflikt, më përpara mund të konfliktoheshim pa problem bërtit njëri bërtit tjetri. E kam thënë, po hyra në shtëpi që kur kalin dhe deri tani u bë 4 vjeç. Pra puna me vete në shtëpi apo çështjet që janë të brendshme. Çfarë duash ziu, shiu. Sepse fëmijët ndihen fajtor. Të flej Atara, pastaj bashkë dy kapemi grihemi, kam thënë Orindës, dhe këtë kemi zbatuar, këto dy janë si thosh elementet e mi, dhe e treta që është e rëndësishme, ritualet që ka me mua. Domethënë ata ne vë unë në gjumë, domethënë kur unë nuk jam pasaj vë Orinda, ose kur nuk jemi të dy e vë mami, po ritualin e ka me mua kur unë jam vërdall. Domethënë është një kohë shumë e mirëcitësore, themi një orë para gjumit bashkë me gjumin, pra pas diteve janë. Atë tani ka filluar, mëngjesin ja kishim lënë Orindës, ka filluar më zion dhe mua, se Atara zgjohet 106. Ka një ritual qik ndrysh. Po fleherë, gjithsesi, kështu që është një ritual i na dëmton neve, shumë mrekullt është edhe për shëndetshëm, dakord, po puna është shëndetit tonë. Dhe mendoj që tani duhet të shtojmë këtë element se ka filluar kupton, është bëhet mbush në Koring mbush 5 vjeç, do fillojmë dhe udhëtimet më shumë që ajo të filloj të eksploroj. Është Orinda një mami e fiksuar pas ushqimit, kujdesit, pas tërtisë? Orinda është, jo, ashtu sikur jemi të dy, nuk jemi fare në atë pjesë, po Orinda ka bërë një gjë të mirë që e ka ushqyer shumë herët me ushqime dhe unë trembesha kur jepte që 6 muaj ushqime të vërteta kështu, duke shumë horror. Orinda është shumë e prerë, shumë më e prerë se unë. Nëse sa atë që ke gatuar ne, ti nuk ka. Nuk ka të bësh 2-3 gatime që çfarë i pëlqen. Nëse ti do hash me ne. Orinda ka marrë një shembull mirë nga e motra e vet, e cila ka rritur 3 fëmijë në Irlandë, atje në emigrim, edhe i ka rritur shkëlqyer dhe ka marrë shumë nga përveç se është vetë si natyrë dhe mua më tremb ndonjëherë kategorike e prerë që është, po bën shumë disiplina shumë e rëndësishme. Kush gatuan te kjo? Orinda, unë s'kam lidhje fare. Nuk e lidhje me gatimin. Çfarë punësh bën në shtëpi? Ndihmon bashkëshortet, duke qenë se po flasim për këto raportet. Shiko, unë kam një problem shumë të madh, unë nuk jam as për këto të tjera, as për kaçavidat, as për jam shtmerrës i paf. Jam shumë i paf. Jo si që s'di të ndroja zgomën e makinës, edhe ndonjëherë jam i bile se njëherë jam ndjer shumë keq, edhe aty më kapi sedra keq fare se nga ra goma dhe doli kjo. Doli Orinda dhe vajt merrte çfarë bën ditësh? Të ndrojmë gomën, si të ndrojsh gomën time dhe se jam fliqur akoma, ka burni akoma, leja aty të vina njeri të ndihmoj. Orinda kishte mësu ndronte dhe gomën, më iku truri fare. Je mësova pastaj. Ta bleu makinën, të çojë në punë makinë të mirë. Aty më kapi sedër, të dalë thashë gjithë ky burr, më tregoge më ti. Ri aty futë brenda. Or ti je Terezin, po ri se do të mësoj vet.
4 ore, mjepe, merre, nuk e dia më. Nuk e dia, do më thënë, nuk, janë këto, se në fakt, s'na dëgjoj se përgjithsisht janë kompani të huaja. Janë këto, vinë këto lodra që merren, ose çka që duan montim. Po ku ka purnane që i mëson ata? Po ta shpjegoni, ka një... Është mashtrim. Është mashtrim, ato duhet ketë ekspertizë, duhet ketë zanat për atë punë. Edhe këtë e bëni Orinda, besoj. I bën, e vërtet është. Tash i bën, çfarë them, nuk di, njëherë që u ashtu ajo e ujit. Rubineti. E plasi ujin gjithë shtëpinë, desha me rregullu vetë, e prisha. Nuk di, më jam i pa aftë, çfarë them. Edhe këtë e bëri Orinda vetë? Jo, këtu erdhi ai administratori na ndihmoi ai. Po Orindës i jepet shumë me mirë me këto elektrikat, mund plasim, desha me ndrua një kisha bërë plus fazë me fazë, se ç'është fazë me nul, plasi drita. Gjithsesi, nuk mund t'i bëjmë të gjitha dhe të gjitha. Jo, po unë jam i ndërgjegjshëm, të paktën nuk bëj kot sikur. Vlerë për ty që ti e pranon. Që jam i pa aftë. Dhe ku shok ta që më sikletosin këta shokët që janë kështu mjeshtra për këto, më vjen. Po ndërkohë, edhe qef më vjen, pse të lodhesh. Po jo mos, jam, po që unë edhe unë i them që jam i mendimeve, unë jam i skenareve. Për te i shakave, qëfar projekti jam i pa aftë në vërtet, unë kjo është për atë pjesë, nuk është edhe shaka, po nëse apo e themi. Projektet tani realisht mendoj që apo po shijon fillimisht këtë që ke prodhuar? Nuk e kam shumë të shpejt fazën e kalimit e kësaj, sepse mendoj që të jetuarit me atë që bëm përpara të fut në një tis nostalgjie dhe ngec aty, kështu që Kazerma iku u krye, shumë faleminderit. Besoj shumë shpejt bashkë me Gjostin do prodhojmë një film që nuk është i imi, pra është gjithi krye këput i Gjostit, pra ide e tij, siç është Kazerma ime, dhe unë do jem producenti i tij. Ai insiston që do të jem dhe aktor, po nuk e di këtë, kam frikë, do ta shoh me qetësi dhe pastaj dua të prodhoj 2 filmat e radhës që mendoj që janë filma ndoshta edhe më të arrish se Kazerma në gjykimin tim personal. Faktën flas si skenar siç e kam në kokë. Dhe kismet, ndoshta ekran mbas një viti, tani për tani jo, nuk kam plane, dua të bëj një diçka të vogël që të ndihmoj disa njerëz që duhen ndihmuar, po kaq, nuk kam plane të tjera. Me aktorët që kanë punuar me turin, çfarë marrëdhëniesh ke? Ose me cilin nuk ke marrëdhënie të mira? Të filmit apo Jo, të filmit janë tani shumë normal që i keni marrëdhëniet më të mira, apo aktorët e humorit me cilët ke bashkëpunuar. Atëre, cili do të veçoj dhe me cilin nuk ke marrëdhënie të mira? Jo, me marrëdhënie të këqija s'kam si të mos kem marrëdhënie me asnjë, sepse dhe Juli, Albano, Genti, Visjani, Cubi, Egi, mos të harroj tani, Bear Mera, Rudina Dembacaj, Delinda Disha, këta të Kalifornias, Andrea Vreto, Lisa Kujovsa, Ermal Mamaqit, po deshe, Erblini, se janë shumë, në fakt se s'dua të, do më thënë, Erancoj, të gjithë njerëzit që kanë punuar, në momentet saktuara, kam djerë edhe, më ka ardhur edhe, do më thënë, edhe të shaje të bëj, por tani që jam shkëputur, nuk ka botë më të bukur se bota e tyre. Është një botë shumë e komplikuar, është një botë që është shumë e vështirë, por t'japi një energji që s'ta jep dot asnjë sektor tjetër në media. Dhe unë për këtë jam falenderues. Unë nuk e di që mendojnë ata për mua dhe në fakt nuk me intereson ta di fare. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që unë i kam gjanë ashtu, siç janë. Edhe kam kaluar me ta 15 vite, me dikë më shumë, dikë më pak, po këtu lëvizim. Dhe kam kaluar fundjava me ta, nuk kam bërë pushime. Dhe ata me mua. Dhe unë nuk e di çfarë shije u kam lënë, po mua sido që të jetë janë një copës shumë e madhe e jetës ime personale dhe profesionale. Kështu që ndoshta po më lanë trut më vonë, po deri sa të jem në rregull do jem atyre falenderues për çfarë kanë dhënë në raport me mua. Me siguri dhe ato reflektime dhe reagime që kam parë nga kjo prezenca jote në media në kohët e fundit, të gjithë kanë thënë dhe fjalë më të mira për e them pa të keq, energjinë dhe punën edhe pozitivitetin në marrëdhënie. Uroj vetëm që ata njerëz, sepse
Unë e di sa e vështirë është të jesh dhe aktor. Po, edhe të... Shiko, aktori bën një punë të shkëlqyer një premier, s'po them vetëm për ta televizionit, po them edhe këta teatrit, bën një punë të shkëlqyer një premier, javës tjetër i duhet të prodhoj prapë një premier. Çdo javë në premiera të reja është e vështirë. Është ndërkohë duhet të kenë dhe jetën jetën e tyre, patjetër. Që është një jetë si gjithë neve, me halle dhe me ashtu, dhe të prodhosh art është e vështirë. Është e vërtet, përballë dhe një publiku që është bërë dhe më shumë selektiv. Selektiv. Kazerma do të vazhdojnë në Korçë, në datat? Do më thënë i bie 16, 17, 18, i bie nesër, pas nesër, mbi pas nesër. Shumë suksese. Faleminderit për bisedën që ndave me publikun tonë. Ishte një bisedë shumë e këndshme dhe faleminderit dhe juve. Në Rezediell ishim me Turian Hyskor. Faleminderit që na ndoqët, kalofshi bukur, shihemi nesër.